Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën politike në Kosovë. Mbrëmjen e djeshme në mesnatë partitë politike kanë dorëzuar listat, por jo të gjitha, pasi PDK-ja i zyrtarizoi vetëm ditën e sotme. Si duket që reflekton kjo gjë edhe situatën politike brenda PDK-s, grupet që ende mbajnë peng ndoshta këtë parti në pritje të lirimit të Thaçit dhe të tjerëve nga Haga që mund t'i ndryshojnë gjëra. Po për të folur për listat atje, kush janë risitë, përjashtimet, afrimet e reja edhe befasit, kemi të ftuar gazetarin Faton Mehmeti. Faton, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit juve. Surpriza më e madhe duket se është nga lëvizja vetëvendosjes që tashmë ka marrë edhe një hoxh brenda listave, brenda partisë. Pra Albini nuk e çoi deputetët në xhami, por e mori hoxhën aty. Po, realisht kemi një konglomerat të kandidatëve për deputet nga partitë politike, kemi këngëtar, artist, tashmë edhe hoxh, pra majtas, djathtas, nuk me bindje, pa bindje, pra gjithë janë bërë bashkë thjesht për çështje interesi. Duket se politika i ka, si thot një fjalë publik, ka shashtrisë këtë milet edhe tashmë. Edhe kjo nuk pritej kjo e hoxhës, se deri tani s'kishim parë që një hoxh thynte në lista dhe ishte kandidat për deputet. Absolutisht as nuk duhet ndodhte, për kjo një gjë e tillë nuk besoj që i bën derë as vetëvendosin kuptimin asaj që nuk po e gjykoj personin fjalë si individ, thjesht për pozicionin që e mban. Pra, unë mendoj që hoxhallarët duhet me qëndru në xhami, këngëtarët duhet me qëndru në koncerte, artistët duhet me qëndru në teatr dhe politikanë duhet me qëndru në politikë. Vetëm derisa nuk bëhet kjo ndasi, po themi, qysh nga Platoni e tjerë, pra nuk mund të ketë një lloj rikonstruktimi të mirëfillt të shoqërisë, edhe politika nuk mund të shërbejë qytetarët, po do t'ju shërbejë thjesht grupacione të ndryshme. Dhe besoj që këto lista janë vërtet në kuptimin e përgjithshëm të fjalës, jo vetëm të vetëvendosis, po flas për gjitha, janë shumë të varfra nga cilësia. Pra, ka mjaftuar që të ketë, si duket, partitë politike kanë shkuar tek individ cilët mund të tërheqin vota. Pra, kanë kapur njerëz cilët mund të kapin vota, por jo që mund të ketë cilësi. Dhe kjo prandaj edhe jemi ku jemi, pra me 51% partia më e madhe ka çuar vendin në zgjedhje. Kjo unë nuk di në histori njerëzime që ka ndodhur kështu, spoku nuk di, nëse dikush delet ma thot, po që një parti ka fitu 51% vota dhe ka dërgu vendin në zgjedhje. Kështu që këto anomali të llojit vet janë pjesë përbërëse edhe të atyre që i diskutu më herët. Faton, me që jemi tek vetëvendosja, çfarë personazhi është ky hoxha Osman Mysliu në Bashkëgaboj? Ka ndonjë të shkuar? Ka ndonjë impakt? Pra, kur ti po tenton të futet te komuniteti musliman, çfarë dim për këtë? Po, ky është nga rajoni i Drenicës, pra bëhet fjalë për një person i cili ka varros ti Ashar, pra familja Ashari ka varros. Pra ka një ndikim në kuptimin në zonën e Drenicës. Po, përdor për të hyrë në Drenicë. Po, pikërisht për këtë, pra si një atu për të kap disa vota në Drenicë, aty ku Partia Demokratike e Kosovës tradicionalisht ka pastionin e saj dhe ka dikun 70-80% tradicionalisht votave. Kështu që zoti Kurti thjesht po tenton të futet edhe në rajonin e Drenicës, vetëm në bastion që nuk ka mund pothuajse deri më tani t'ia marr ta thyej, kështu që po tenton edhe atje në kuptimin për të bërë disa vota më shumë, e cilat do të mbulojnë një pjesë të zbrazur që kanë lënë disa antarë të lëvizjes nga lëvizja vetëvendosi që kanë dalë, që ishin të listës Guzat e Vjosa Osmanit, pra për të zëvendësuar ato zbrastirë që kanë mbetë me largimin e disa spoku dy deputetëve që kanë qenë nga rrotë e vetëvendosis që kanë shkuar me zonjën Osmani. Kështu që po mundohet, si më thon, ato zbrastira për me i plotësu me personin Vjalmir, po me disa persona tjerë, cilët duket që Kurti ka shigjetuar që mund të sjellin vota. Tashmë sot do të jenë produktiv dhe sot do të përkthejnë këto në rezultat mbetet për të parë. Por unë besoj që
nuk do të ketë situash ndikim të madh, impakt të madh, sepse njerëzit e ke fundit mund të respektojnë si person, mirë po ku jam puna te vota votojnë dikë tjetër. S'po ku të ne kështu ka funksionuar edhe shto faktin këto që pjesa dërmuese në drejtësinë me Partinë Demokratike dhe nuk e ndryshojnë ata votën pavarësisht se kush mund të jetë imagjinata e kanë rrëzuar djalin e Hamzi Asharit e nuk po herëzojnë Albin Kurtin atje. Një tjetër surprizë edhe më e madhe, pavarësisht se u mor vesh prej disa ditësh, ishte edhe Vjosa Osmani që tani është në krye të listës së LDK-s. Kjo sigurisht ka qenë përçarje aty, po ju mendoni që do ketë më shumë përfitim apo humbje me këtë lëvizje që bëri Abdi Xhiku? Po ky është një koalicion, po flas për koalicioni Vjosa Osmani dhe Abdi Xhiku, është që ju e keni cilësuar gjithmonë Abdi Xhikun si Lul Bashën e Shqipërisë, Partisë Demokratike. Sigurisht Lul Basha 2.0, ai është, kështu që mirë po Lumiri për ta rehatuar veten dhe për qëndru në pushtet edhe për 4 vite në krye të LDK-s, ai e ka marrë zonën Osmani sepse është e vetmja zonja Vjosa Osmani që mund të arrijë sa do pak lidhjen demokratike të Kosovës. Pra, kujtojmë që pas zgjedhjeve të fundit, pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, Lumiri kishte dhënë ndërheqje dhe kishte shkuar në vetbesim nga anëtarët e LDK-s dhe me pak vota, diku me 30 anëtarë gjithsej e kishte tejkalu, pra me një diferencë jashtëzakonisht vogël të vota, dikon 40% anëtarëve të LDK-s aktualisht nuk e besojnë zotrin Abdi Xhiku dhe kërkojnë shkarkimin e tij. Dhe Lumiri tashmë zonën e ka marrë për të rritur lidhjen demokratike të Kosovës dhe për dalë para këtyre oponentëve të brendshëm, sidomos dhe për si thua për ta pas glamurin e një ngritjes së partisë dhe për të thënë që unë po qëndroj në parti sepse e kam rrit dhe nuk kam asnjë arsye të jap dorëheqje. Ndërsa Vjosa nuk ka pas asnjë alternativë tjetër. Pra, në vetvendosje nuk guxoj të dilën vetë. Edhe te Kurti vajtu, edhe këtu vajtu fut në sjetull. Vjosa Osmani po ta kishte sigurt që do ta kalonte vetëm progën, ai do shkonte vetëm. Po nuk e ka pas besimin se vetëm ajo as 2% nuk e ka lënë. Për 2 arsye të vetme. Spari nuk ka struktura të organizuara. Vjosa. Dhe e dyta me lëvizjet e saj, me insistimin e saj për qenë patjetër presidente ka të shpruar një pjesë të madhe të atyre mbështetësve që ka pasur. Sepse të kujtojmë që pavarësisht që zotri Kurti ka marrë disa kritika që nuk e ka nominu Vjosën për arsye që ka bërë disa punë të mira si presidente, gjithsesi zotri Kurti nuk e ka pas me detyrim për ta bërë Vjosën Osmani. Edhe Kosova nuk e ka detyrim as gjë Vjosa Osmanit për ta bërë një presidente. Pra, Vjosa duhet me garu mirë, po jo me insistu që e ka Kosova situash që ka bërë qasaj diçka. E ka kryer 5 vjet, një mandat 5 vjeçar me të mirat dhe me kritika që ka pas, por në gjykimin tim ka pas më tepër on pozitive. Mirë, po atë duhet ta lë si kapital politik, jo për ta përdorur si argument për të insistuar, sepse kjo mund t'i kthehet bumerang. Vjosa shumë më mirë do të ishte sikur që thonte, në rregull, nuk pat vota për mua, unë tërhiqem dhe kështu do ta kërkonte koha Vjosën pastaj. Brenda një kushit kur koha do ta kërkonte vet. Po derisa kjo po e kërkon kohën, unë kam përshtypje që koha po ec dhe do të bie si thuash disponimi qytetar për ta votuar Vjosën, sepse në elektorat është duke u parë thjesht si një si thot populli, një person që me çdo kusht kërkon pushtet, pra jetur për pushtet. Vjosa nuk do duhet ta pasqyronte këtë tek qytetar, pra që është, po themi, një maniake presidenciale, kuptimin që dëshiron me çdo kusht të jetë presidente. Pra, në këtë kuptim Vjosa mendoj që e ka humbur të rrugën edhe e ka humbur rrugtimin e saj. Është dash gjykimin tim është prap të jep të kontributin e saj për të zgjedhur një president tjetër, sepse pas 5 vite prap koha do ta kërkonte Vjosën dhe se kujtojmë që Vjosa është ende e re 43-44 vjeçare, kështu që ka kohë politike të mjaftueshme për të bërë presidente. Nuk ka qenë e detyrueshme me një herë, sepse një mandat e ka të lejueshëm për të zgjedhur presidente, kështu që mendoj që ka humbur edhe me pak fjalë besoj që është duke humbur më tepër vota në terren sa është duke fituar, pavarësisht se duke bërë disa prezantime, gjithsesi ato janë shumë pak krahasuar me elektoratin që nuk e ka di këtë familjes të kandidat për deputet ose diçka tjetër. Kështu që me pak fjalë për ata që na dëgjojnë, do të ishte shumë e qartë ta kuptojnë që Vjosa
popularitetin e saj që e ka postur deri para një muaji me koalicionin që ka bërë me Zotin Abdixhiku, vetëm se do të arrisë lidhjen demokratike të Kosovës, mirë po jo mjaftueshëm sa besojnë as për dalë vendin e dytë. Kështu që do të jetë shumë, do të rrezikoj shumë dhe në të ardhmen do të humbas shumë në aspektin elektorat, pra do ta humb bazën që e kam mbështet atë tradicionalisht. Faton, sigur e kam thënë dhe herë të tjera ju e njihni mjaft mirë LDK nga brenda. Tani si situata me grupet aty? Se pam që Agim Veliu nuk pranoi që të sigurisht Hikmet Barjamin e zvriti më të votuarën, gruan më të votuar. Këto nuk ka parime. Kjo është një parti politike që s'ka parime, ka pazare. Pra, Vjosa ka vetë 20 dhe ka vënë kushte. Pra, që në mesin e 10-ve t'i ketë spoko, ajo gjysmën e vetë, gjysmën e saj. Kështu që i ka fut 5 persona që i ka sjell Vjosa. Kështu që Vjosa ka orë me disa kushte atë, sepse Lumiri ka qenë i detyruar, i kryqëzuar për ta pranuar Vjosën me çdo kusht që ajo do të propozonte. Për kjo vetëm për një arsye që Lumiri për ta mbajtur karrigen e kryetarit të LDK-s. Sepse edhe nëse nuk do të shkonte Vjosa, Lumiri do të binte akoma më poshtë dhe nuk do të kishte më asnjë justifikim për të qëndruar në krye të LDK-s. Këtë kuptim e ka marrë Vjosën me çdo gjë se ka qenë i kryqëzuar, i detyruar. Dhe Vjosa i ka vënë këtu kushte dhe Vjosa i ka godit persona të cilët ata e kanë kritikuar më tepërmi. Kujtojmë zoti Hoti, zonja Bajrami, Agim Veliu, pra kanë qenë persona që e kanë atakuar zonja Vjosa Osmani më tepër. Këta janë persona të klanit të Isa Mustafas, të cilët e kanë atakuar Vjosën dhe e kanë akuzuar gjithmonë se ajo u bë shkaktare që në vitin 2021 Lidhja Demokratike sipas tyre u shkatrua dhe ra në 12%. Pra Vjosa i ka larguar me qëllim, nuk i ka thënë Lumiri tekstualisht që largoj këta. Mirë po e ka sjell situatën në mënyrë që këta mos mund të ketë brenda vjetër. Edhe perceptimi nga jashtë ashtu duket se LDK-ja në këto zgjedhje po luan vetëm për të bërë Vjosa Osmani presidente. Gjithçka në funksion të asaj. Në funksion të Vjosës edhe në funksion të Lumirit. Pra gjithë aparatura, infrastruktura e LDK-s është duke përdorur për Vjosa Osmani dhe Lumir Abdixhikun, jo për antarësinë, jo për meritokracinë. Absolutisht meritokracia nuk është kriter për të përfaqësuar LDK ose për qenë kandidat për deputet, sepse të kujtojmë që unë personalisht kam qenë vazhdimisht kundër Abdullah Hotit e këtyre. Mirë po, nëse flasim në aspektin e meritokracisë, ata kanë shumë më tepër merit se Vjosa momentalisht në LDK, sepse Vjosa u largu për 5 vite, e la LDK në mjerem. Dhe tashmë, ata njerë që i kanë qëndruar LDK-s për 5 vite, në gjitha fortunat që i kanë galuar, në momenti kur erdhi Vjosa e gjeti shtratin në gatshëm dhe ata u lanë jashtë. Pra, si me pak fjalë jashtë barkës anijës së shpëtimit dhe ato hodhën det. Edhe mund të largohet prapë. Dhe prapë do të largohet Vjosa, sot me thirr Albin Kurti, Vjosa Osmani dhe me thonë, po të bëj president ajo shkon. Pra, Vjosa ka vetëm një synim për të bërë president, nuk intereson asnjë gjë tjetër. Dhe duket që Lumiri e ka nuhot një lloj populariteti që e ka pas Vjosa, të cilat çdo ditë po i zbehet realisht, mirë po qëllimi i tij është për të rehabilituar veten brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Asnjë gjë tjetër. Pra, gjithë loja në LDK po luhet për Vjosën dhe Lumirit, jo për një gjë tjetër. Po, brenda LDK-s ka nga ata që edhe mund ta kenë kapërdirat e kapërcimin, sepse pak muaj më parë Vjosa Osmani ishte në shesh për të protestuar për lirimin e 4 shesmalle. Po pikërisht, duket që edhe kjo ka qenë një prej arsyeve që zotri Kurti nuk është se ka kandiduar Vjosën, edhe disa arsye tjera, pra që në parlament tha që po luan bigjaz me ndërkombëtar, pra disa deklarata të saj dhe një lloj puçi që po flitet që është bërë një takim që është bërë në Washington me ku ka qenë i pranishëm edhe ka qenë Vučići, Edi Rama edhe Grenelli, pra një lloj puçi thuhet që Vjosa është munduar atë dhe një lloj për të bërë Albin Kurtit. Mirë po kjo mbetet për të zbardhur ditën VM, pra me të filluar fushata në presë që të ketë në deklarimin nga deri tani e kanë ruajtur njëri tjetrin. Po sigurisht zotri Kurti sepse nuk dihet çfarë ndodh pas 7 qershorit apo Jo, zotri Kurti besoj. Sigurisht në fushat do të përdoret kjo. Besoj në fushat do të ketë. Zotri Kurti është një njeri i cili është i ditur që në fushat nuk të kursen. Albin Kurti është person që nuk të fal.
Ai politikisht është kafsh, nuk të fal, asnjë gjë. Pra nuk është se do ta kursej Vjosën. Mos mendoni se do ta kursej. Albin Kurti e mban mend nëse i ke thonë para 5 viteve një gjë jo të mirë, ta mban mend. Lele Vjosa që ato deklaratë që ka thonë. Hakmarrës. Nuk, po pikërisht Vjosa është hakmarrëse, po tani është personalisht. Vjosa është zakonisht hakmarrëse, nuk. Vjosa është inaçore e klasit lart, bra. Kështu që po është tim tjetër kjo mos dalmi. Po ideja është që pra do të ketë një sulme të vazhdueshme ndaj njëri tjetrit pas 27 të maj të këtij muaji. Në javën e 10 e fushatës. Po do të ketë edhe aty do të ketë shumë përplasje të forta dhe zotri Kurti nga eksponenti po edhe nga i vet do të ketë prezantim të këtij plani famkes që sipas tij ka synuar për të bërë pushtë dhe për të arzuar dhe ku Vjosa u përdor sipas tij nga Edi Rama, nga edhe nga Grenelli dhe thuhet që organizatori i këtij takimi ka qenë Batonaxhiu, ai vetë ka thënë në një prej televizionit që kam qenë pra organizator. Kështu që me pak fjalë, këto janë që po përfliten edhe pritet që dalin në vazhdim në ditën në vazhdim edhe për publikun në gjë se ne i njohim këto gjëra, mirë po për publikun në gjë pritet dalin pa. Faton, po Bedri Hamza kush e mori listën? Bedri Hamza është thjesht një administrator i përkohshëm i Partisë Demokratike të Kosovës, nuk është kryetar, po themi de jure, de facto mbase amir, po de jure në kuptimin asaj se janë 2 ose 3 persona nga mbrapa që e tërheqin atë dhe që nuk kanë lejuar që kush i luan fijet atje, kush komandon realisht tek PDK-ja? Po përflitet në rastin e zotrit Limaj, po përflitet që është ky grupi i Prishtinës. Pra, grupi i Prishtinës ku bën pjesë Urani Ismaili, Vlora Qitaku, Memli Krasniqi. Pra, ky është grupacioni i Prishtinës, cilët po momentalisht po e tërheqin Bedri Hamza nga mbrapa dhe nëse shemi listën Bedri Hamza është i pari, Urani Ismaili i dyti, Vlora Qitaku i treti. Listë, po të shoh. Ju po thoni që grupi i Prishtinës e përjashtoi Fatmi Limajin. Po, nuk e kanë dëshiruar sepse e di për 2 arsye. Së pari që ata tentojnë për të bërë një tranzicion partisë nga një parti që e identifikuar me figurat luftës, se cilat pas lufte u përfëllën për hyrje në aferat ndryshme për ta pastruar partinë. Dhe së dyti kanë shumë frikë nga zotri Lima, sepse deshtëm apo s'deshtëm zotri Lima e gëzon një reputacion e zakonisht modhin në mesin e votuesve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe ata e dinin fare mirë që zotri Lima po të kandidonte mund të dilte edhe i pari më i votuari, nëse jo i pari, i dyti sigurisht do dilte dhe me këtë zotri Lima do të kërkonte pastaj edhe isën gjë që këta të tjerë nuk janë të gatshëm për ta dhënë, sepse po e tërheqin partinë nga mbrapa. Kështu që pikërisht për këtë arsye nuk kanë lejuar që zotri Limaj për tu kandiduar, sepse po të kandidonte ishte sigur që zotri Lima do të arriste Partinë Demokratike të Kosovës momentalisht. Mirë, po në planin afatgjat, unë besoj që është më mirë që nuk është pranuar se jo vetëm Partia Demokratike e Kosovës, po çdo parti ka nevojë për rifreskim, për të ardhur figura të reja dhe jo për të mbetur figura që para 25 vite kanë qenë pushtet pra për të rikthyer të njëjtit si shpresë për të ardhmen. Kështu që këtë kuptim unë në këtë aspekt jam pra, mirë po kanë pasur interesat e tyre ata. Me këtë do ta mbyllim fjalinë e fundit që ju thatë që çdo parti politike ka nevojë për rifreskim dhe figura të reja, por këtë tani po e bën AKE-ja, Haradinaj që hoqi dorë nga kryesimi i listës, duke lënë Ardian Gjini, po do ketë ndonjë ndryshim kjo apo është përfol që zotri Haradinaj pavarësisht se është më nga familja e tij që vuan nga një smundje, për këtë thuhet që është tërheq, këto i mbetën të pakonfirmuara, janë më nga familja Haradinaj, mirë po i përflitën gjithkund nga njerëz të ndryshëm këtu në Prishtinë që kjo ka qenë arsye, mirë po gjithsesi mos mbetëm këto, ajo që është për tu parë është se zotri Haradinaj nuk është se e ka lënë totalisht partinë në dorën e zotit Gjini, prap këta e komandojnë, është në listë bashkë me vllajën e tij, kështu që AKE-ja është themelu edhe është si thua, po themi në thojza si thua pronë e vëllezërve Haradinaj dhe pavarësisht kush janë aty është vetëm një figurë momentale, po unë besoj që
Zotri Gjini nuk mundet me këndel absolutisht Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, kushdo që t'ishte, AKJ është drejt një fundi drejt shuarjes saj, mos sot nesër është situash në një vdekje klinike, vetëm pritet kur t'jep shpirë, si thot populli, kështu që ka humb terren me kohën, sepse AKJ është dash qysh mati, nëse ka pasur synim zotri Haradinaj është dash qysh mati me u largu, si thua kuptimin, jo vetëm formal, mirë po edhe mos qëndroj prapa kujta për të tërhequr, për të luajtur lojën, por duke që kjo ka qenë thjesht nëse një strategji ose çështje shëndetësore zotrit Haradinaj, por mbetet për të parë më tepër se sa një lloj përpjekje për të pasqyruar një lloj reforme. Zotri Gjini nuk është një reformator, ai është qysh një kohë gjatë në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, ka qenë deputet në disa legjislatura, momentalisht kryetari Gjakovës, kështu që është i konsumuar edhe ai politikisht, nuk ka çfarë të jep. Unë kam shumë dyshime që AKJ mund ta kaloj pragun këtë radhë. Edhe në zgjedhjet e kaluara ka qenë dyshim, mirë po ka qenë Ali Ahmeti që i ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Pra Ali Ahmeti ka ndihmuar për me kalu, për ndryshe sepse ka sjell disa luftarë të UÇK-s që kanë qenë në Maqedoni dhe kanë votuar me të madhe në Kosovë, se dihet që këta një pjesë dërmuese e tyre kanë edhe shtëpitë të Kosovës, edhe kanë votuar për ndryshe nuk do ta kalonte, po besoj që këtë radhë do të jetë edhe stota akoma dhe më e vështirë, sepse pavarësisht jashtëm apo jo zotri Haradinaj ka qenë emblem e AKJ dhe kur njerëz nuk e shohin zotrin Haradinaj atë, disi janë më skeptik për të votuar. Edhe shto këtu faktin që Aleanca po shihet që nuk ka asnjë lloj kapitali publik në sferën politike të Kosovës. Në këtë kuptim besoj që do ta ketë shumë të vështirë këtë radhë. Lutem dhe diçka Vaton, sepse ditën vazhdim do vendosin shumë gjëra, shpresoj që kemi mundësi të flasim sërish, por me këtë panoramë që është tani, si është lufta për vendin e dytë dhe poshtë, se vendi i parë nuk besoj se diskutohet. Po vendi i parë absolutisht që as që diskutohet, ato dhe gjithë e thonë që vendosja është e paraqeshme për momentin, por lufta mes dy partive, LDK-s dhe PDK-s, pritet që të jetë e ngushtë, mirë po nëse LDK-ja den vendin e dytë do të jetë sukses, mirë po dyshoj prapë që do ta den vendin e dytë. Dyshoj. Sepse kujtojmë që Partia Demokratike e Kosovës ka një strukturë, ka një bazë që votojnë tradicionalisht dhe nuk bie. Kështu që LDK-ja po luan me zjarrin. Është shumë e vështirë sepse një pjesë e madhe e njerëzve që nuk janë përfshirë në listën e LDK-s. Kujtojmë që Vjosa erdhi vetë në 20, ata mund të hakmerren mos ta votojnë Lidhjen Demokratike të Kosovës. Shto këtu faktin që edhe sulmet e zotit Kurti ndaj Vjosës do të jenë tash, pra çka do t'i bindin njerëz që kjo vërtet ka pas një plan për ta rrëzuar zotin Kurti. Kështu që është mbetet përcaktuese 10 ditë që i fundit. Ende jemi në disa kuta ku vendi i dytë është me një përqindje shumë të vogël LDK dhe PDK, po sulmet e zotrit Kurti ndaj LDK-s pritet që t'i krijojnë një avantazh Partisë Demokratike për qëndruar përsëri e dyta. Vaton, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit juve, kënaqësia ime. Vaton Rovzhva.